Kandidati i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri zhvilloi pasditën e të njëjtës një takim me banorët e njësisë administrative Shushicë në Bashkinë e Vlorës, duke i falendëruar për pjesëmarrjen në këtë takim. Gjiknuri u shpreh se është rikthyer dhe ka gjetur mirënjohjen e banorëve, ndërsa pohoi se në njësinë administrative Shushicë do të vijojnë punët e nisura. Gjiknuri theksoi se komunikimi i tij me banorët do të vijojë të jetë i drejtë për drejtë, gjithmonë në dobi të komunitetit. Gjiknuri u drejtua banorëve, duke theksuar se ata që duan votën për Partinë Socialiste, për të respektuar një njeri që ka bërë shumë për Vlorën dhe që ka një zë të fortë në parlament, drejtimi i tyre duhet jetë pikërisht kandidatura e tij. Sipas Gjiknurit, Shushica ka nevojë për një zë të fortë që ta përfaqësojë si duhet, një njeri që e di si bëhet politika vendimarrëse, që e ka treguar veten në punë konkrete. Ai pohoi se krahas investimeve që janë bërë, në këtë zonë do të vijë rruga e cila do të lidhë zonën direkt me autostradën në Vlorë. Kjo do të sjellë një zhvillim dhe më të madh për bujqësinë dhe më të mira materiale për komunitetin. Një vot për Damian Gjiknurin është një vot për një njeri të provuar që ka mbajtur angazhimet e marra. Kërkoj çdo vot të qytetarëve të Vlorës për të qenë i fortë. Me besimin tuaj këtë mandat do të bëjë ato që kanë mbetur për gjysmë. Partinë Socialiste dhe Damian Gjiknurin do t'i keni krah, këtu në njësinë administrative Shushicë, për problemet dhe të mirat e kësaj zone. E përfundoi fjalën e tij kandidati Gjiknuri. Tashmë jam kthyer dhe kam gjetur respektin dhe mirëkuptimin dhe mirënjohjen tuaj. Kandidoj dhe ta mbuloj këtë zonë, ta mbuloj si deputet, të jem përfaqësuesi i njësisë tuaj me këta miq edhe shok të mirë që kemi ndërtuar punë së bashku për Partinë Socialiste, pse jo edhe për Damian Gjiknurin si kandidat i Partisë Socialiste. Realisht kemi bërë punë bashk, komunikimi jon ka qenë drejt për drejt, një deputet përfaqësues që kam qenë në dobi të interesave të komunitetit. Ka listë të hapur, ka shumë zgjedhje, por mendoj që të gjithë ata që duan votën për Partinë Socialiste, për të respektuar një njeri që ka bërë shumë për Vlorën dhe që ka një zë të fortë në parlament, mendoj që drejtimi është kandidatura ime. Juve keni nevojë për një zë të fortë në parlament. Jo zë thjesht të ngrej zërin, po një njeri që e di si bëhet politika vendimarrëse, që e ka treguar veten në qeveri dhe di shumë mirë se si merren vendimet. Nëse unë marr një mbështetje maksimale në njësinë tuaj, ju më jepni një kredi morale. Nëse do të votoni Partinë Socialiste, që jam i bindur se ka bërë shumë për Vlorën, ju votoni edhe për rritjen e pensionit minimal, për rritjen e pagës mesatare, për rritjen e pagës minimale, përveç programit Partisë Socialiste dhe punëve të mira, siç dhe rruga e nisur që do të vi dhe në zonën tuaj dhe ju do të lidheni, do të dilni direkt në autostradën Fier-Vlorë, natyrisht do të sjellë një zhvillim edhe më të madh për bujqësinë dhe më të mira materiale për komunitetin tuaj. Një vot për Damian Gjiknurin është një vot për një përfaqësues me zë të fortë, një mik të provuar. Banorët e Shushicës, duke shprehur mirënjohje për punët e bëra nga Gjiknuri 4 vite më parë, garantuan se mbështetja e tyre ka vetëm një emër: Partia Socialiste dhe Damian Gjiknuri. Bini ret në Karaburun, fikshin drita në Llakaton. Tashi fryti furtun në Karaburun, ka drita në Llakaton. Dhe këtë e solli Partia Socialiste, e solli Edi Rama, e solli Damian Gjiknuri. Dhe unë u bë thirrje. Këtë mirësi që na bëri Damian Gjiknuri që do mbat në emër, t'ia kthej me mirësi. Ju faleminderit dhe në një me të madh të gjithë votat të Partisë Socialiste dhe Damian Gjiknuri.